Përshëndetje Arieta, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Çfarë mund thoni diçka për karrierën tuaj, si fillim dhe më pastaj për programin origjinal? Atëherë, unë jam Arieta Dravisha, jam menaxhere e komunikimit në organizatën jo qeveritare Germi. Kam një përvojë të gjatë në komunikim, mbi 15 vite. Për programin origjinal, atëherë programi origjinal është një nismë e përbashkët e organizatës Germin dhe Global Albanians Foundation me bazë në Amerikë, e cila udhëhiqet nga filantropi me origjinë shqiptare, Mark Cosmo. Origjinal ka lind nga një nevojë që ne kemi pa vazhdimisht, ku shumë trinj të diasporës e duan vendin e tyre, por e njohin vetëm përmes përmes rrëfimeve të prindërve ose pushimeve të shkurtra verore ose dimrore. Çka kemi dashur ne të arrijmë është të japim atyre një përvojë të strukturuar. 2 javë të plota ku ata jo vetëm vizitojnë vende, por takojnë institucione, aktivistë, sipërmarrës, bashkëmoshatar në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Të doja të flisja pak mbi impaktin e këtij programi, i cili është kaq unik, i cili ndikim shpesh është shumë më i madh se sa edhe ne vetë e presim. Shumë prej këtyre trinjve pra vinë me kurreshtje, por largohen me një ndjenjë shumë të fortë përkatësie, dhe kjo sigurisht që ka bërë që edhe me numrat jemi shumë mirë. Për shembull në Kosovë janë kthyer 2 dhe jetojnë. Domethënë pas pjesëmarrjes në program, 2 të rinj nga diaspora janë kthyer dhe jetojnë e punojnë në Kosovë dhe një është rikthyer në Shqipëri dhe punon atje. Po, atëherë pak a shumë për itinerarin, ç'mund të thoni diçka? Cili është itinerari? Zakonisht nisemi nga Kosova, nga Prishtina, në Prekaz, shkojmë në Prizren, Gjakov, Pej, vizitojmë vende me interes turistik, vende me interes historik, si në Kosovë, si në Shqipëri. Në Shqipëri shkojmë në Kruj, te Kalea e Skënderbeut, shkojmë në Sarand, në Vlorë, në Gjirokastër, pra në vende që kanë interes sidomos historik. Po, bashkëpunimi që keni me institucionet në të treja shtetet, si është? Bashkëpunimi që kemi me institucionet është relativisht i mirë. Herën e fundit, grupi i fundit për festat e nëntorit ishte në Shqipëri dhe u takuan me presidentin Bajram Begaj. Po ashtu në Maqedoni kemi vizituar